takon një prej dietarëve të Islamit, Fudail ibn Iyadi, një person, dhe i thot sa vjeç je? Ai i thot jam 60 vjeç. Subhanallah, i thot. Ke 60 vjeç që u thon për tek Allahu xhaleshanu, për tek Zoti yt. E ka shumë mundësi nga moment shkëputesh nga kjo dynja dhe të arrisësh për tek Allahu xhaleshanu. I thot ky personi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Te Allahu jemi dhe tek ai do të kthehemi. Thot a e din kuptimin e kësaj që the? Kuptimi i kësaj që the është ai i cili e din që është rob i Zotit dhe një ditë do të kthehet tek Zoti, duhet përgatitet për takimin me Allahun xhaleshanu dhe të bëj gati përgjigjen për llogarinë. Qau ky personi, pra ky burri, dhe i tha kush është zgjidhja? Zgjidhja tha është e lehtë fare. Friksoju Allahu xhaleshanu për ai sa të ka mbetur, e Allahu do të falë ato që kanë kaluar. Friksoju Allahu xhaleshanu o vllai im dhe motra ime për aq sa na kanë mbetur, e Allahu xhaleshanu do të na falë në ato që kanë kaluar me lejen e Zotit xhaleshanu. Prandaj ky Ramazan është një mundësi shumë e mirë për gjithë secilin prej ne që tregulojmë zemrat tona, shpirtrat tona, që tregulojmë raportin me Allahun xhaleshanu, e të fitojmë faljen edhe kënaqësinë e Zotit xhaleshanu sikur ndonjëherë.